lajmi keq për botën, që do të jetë një botë ku do jetë së pari ligji i xhunglës, pra fuqia. Fuqia do të mbizotroj. Fuqia ushtarake, ekonomike, financiare do të mbizotroj. Nuk do të ketë ato vlera që mori pas luftës së dytë botërore. Patjetër. OKB-ja është një oje qendërkombëtare. OKB, NATO janë shumë në rrezik dhe NATO është lajmi i keq për ne. Ore, tash ti në qoftë se zot harroje, kur thojnë në vjetrit, largohet NATO, se shumë shqiptarë thënë ka ndërtu bën zhvillin në Kosovë. Mirë, po edhe luftën e dytë, anglezët erdhën në Shqipëri, edhe amerikanë dhe u ndanë pastaj në Jalë edhe u kthyn mbrapsht. Zot harroje, ndodh një gjë e tillë që unë s'du ta besoj. Çfarë ndodh me ne shqiptarë në situatë në Kosovë? Kemi gati 1 vit e gjys pa qeveri, krizë mas krize, Shqipëri po e dim korrupsioni, mungesa institucioneve, një zhvillim kaotik. Në Maqedoni kemi problemet e tjera me shqiptarët. Ushtarakisht nuk jemi të përgatit. Uroj që mos ndodh asnjëherë, domethënë që NATO me apo pa Amerikën të riformatohet dhe të ketë siguruar mbrojtjen e Europës ushtarakisht. Gjë që është shumë në dyshim 2 vjetët e fundit. Këtu po rifet të gjitha mendimet dhe të gjitha idet, por kemi një shans sepse edhe Europa është në një mini situatë si çështja shqiptare që pa u bashkuar nuk bëhet dot fuqi ushtarake dhe fuqi ekonomike. Po në këtë situatë mund të ketë Bashkimin Evropian? Po unë mendoj se do të mbahet në këmbë. Sado kjo Hungaria është në një test të Polonia po ashtu. Polonia po ashtu. Edhe nga Rumania, Bullgaria ka shenja luatje, por pjesa tjetër dhe Britania që ka filluar dhe Turqia, me thënë që nuk janë në BE, mund të çohet në një riorganizim të ri të Europës dhe të pasoj dhe të aleancës. Pra, siguria ushtarake, siguria e vetë Europës na ndihmon ne.